Mjeku çudit botën. 3 hurma arabie çdo ditë shërojnë këto 3 probleme. Ja kush duhet i konsumoj. Nëse keni diçka për t'ju treguar në rast se ju po kërkoni ushqimet më të mira, atëherë ndaluni dhe dëgjoni gjithashtu përfitimet që do të sjellin hurmat në dietën tuaj. Përse rekomandohet që t'i konsumoni ato në shëndetin tuaj dhe cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nëse konsumoni të paktën 3 kokra hurma arabie çdo ditë. Ato përmbajnë shumë përbërës të shëndetshëm, të cilët do të ndikojnë edhe në eliminimin ose zbutjen e disa problemeve të ndryshme, siç mund të jenë ato të shëndetit të zemrës, të trurit, nivelin e kolesterolit në gjak, gjithashtu edhe përmirësimin e hipertensionit ose shtypjes së lartë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në të njëjtën kohë, konsumi i tyre do të ndikojë pozitivisht në forcimin e metabolizimit në trup, gjithashtu ato kanë aftësi të mëdha ushqyese. Ndaj, sipas Teptuel, do të rendisim në këtë video përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i këtij fruti. Hurmat janë të pasura me nivele shumë të mira të hekurit. Hurmat përmbajnë nivele shumë të mira të hekurit, i cili është veçanërisht shumë i dobishëm për njerëzit të cilët do vuajnë gjithashtu nga problemet e anemisë, por edhe për të vegjëlit të cilët kanë nevojë që të rriten më shëndetshëm. Shtimi i këtij fruti në dietën tuaj është i mirë edhe për gratë shtatzana. Është e mjaftueshme që të konsumoni 2 deri në 3 kokra çdo ditë në mënyrë që të merrni nivele të duhura të hekurit dhe gjithashtu të përmirësoni organizmin tuaj në tërësi. Hurmat e arabisë kanë efekte të dobishme për qelizat e kuqe të gjakut, prandaj përfitimet e tyre në mbrojtje të shëndetit do të jenë kryesisht për të ndihmuar në rimineralizimin e elementeve ushqyes që do të ketë trupi juaj. Hurmat janë një ndihmë shumë e mirë edhe për ata persona të cilët kanë probleme me diarren ose barqitjen. Hurmat përmbajnë sasi të mira të kaliumit, që është një mineral esencial, të cilët do të ndihmojnë në eliminimin e problemeve të diarres dhe jo vetëm. Hurmat janë gjithashtu aleate të mira të zorëve edhe kundër problemeve që lidhen me shëndetin e kapsllëkut. Hurmat përpos se ndihmojnë kundër problemeve të diarres, ato ndihmojnë edhe kundër problemeve që krijon kapsllëku i fortë kronik në dietën tuaj. Për këto të fundit, ju mund të vendosni një sasi të hurmave të qëndrojë në ujë një natë më përpara dhe më pas ta konsumoni këtë përbërje në mëngjes, duke i dhënë trupit të gjithë elementet laksativ të cilat ai i ka shumë të nevojshme në këto aspekte. Kjo do ta ndihmojë tretjen të jetë më e fortë, më e shëndetshme dhe të ketë efekte më të mira pastruese. Hurmat janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për personat që duan të rregullojnë peshën e tyre trupore. Nëse dëshironi të eliminoni gjithashtu peshën e tepërt të trupit, ju mund të konsumoni hurma në mëngjes me stomak të zbrazët për t'ju mbajtur më të ngopur në pjesën më të madhe të ditës. Kjo do ju kontribuojë gjithashtu në përmirësimin e kilogramëve të trupit tuaj. Hurmat janë një zgjedhje shumë e mirë edhe nuk përmbajnë shtesa të ndryshme të kolesterolit, prandaj nuk duhet të tepërohen dhe të konsumohen si duhet në dietën tuaj të përgjithshme. Hurmat rregullojnë gjithashtu funksionet më të mira të kolesterolit në trup dhe mbi të gjitha ndihmojnë në forcimin më të mirë të shëndetit të zemrës. Gjithashtu hurmat janë të mira për uljen e niveleve të kolesterolit sepse ato pastrojnë enët e gjakut dhe parandalojnë mpiksjen e gjakut. Të gjithë personat që duan të përfitojnë nga konsumi i tyre duhet t'i konsumojnë me moderi. Për të pasur një zemër të fortë, vendosni hurmat në ujë një natë përpara se t'i konsumoni, më pas në mëngjes kulloni lëngun dhe i konsumoni ato. Kështu do të merrni përfitimet e duhura ushqyese që do të merrni nga ky frut i veçantë. Hurmat janë një zgjidhje shumë e mirë dhe nëse konsumohen me moderi çdo ditë, do të ofrojnë nivele të mira të magnezit dhe elementë ushqyes të cilët do ta fuqizojnë shëndetin e nyjeve. Konsumi i hurmave të arabisë është i mirë për të gjithë ata persona të cilët duan të kenë një trup më në formë dhe gjithashtu peshën nën kontroll. Kjo është një arsye pse ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e këtij fruti në menunët tuaj ditore, si një prej alternativave më të çmuara kundër komplikacioneve. Ekspertët thonë se konsumi i hurmave në dietën tuaj
duke e bërë atë një zgjedhje të përditshme, mund t'ju ndihmojë të merrni një sër lëndësh mineralesh të rëndësishme për organizmin. Hurmat janë perfekte për t'u ngrënë në mes vakteve ose si ëmbëlsirë, jo vetëm për ata që duan të mbajnë linjat e tyre trupore, por për të gjithë ata persona të cilët do vuajnë gjithashtu edhe nga presioni i lartë i gjakut, edhe probleme të ndryshme të shëndetit kardiak. Një tjetër e mirë që hurmat arabis kanë është se përmbajnë elemente të mirë të fibrave të tretshme, çka do të luajë një rol pozitiv në lehtësimin e problemeve të tretjes, sidomos edhe në përmirësimin më të mirë të shëndetit kardiovaskular. Fibra e tretshme parandalon formimin e pllakave bakteriale dhe kolesterolit të ndryshëm në arterje. Hurmat arabis kanë fibra të cilat janë të patretshme, nga të cilat largojnë gjithashtu toksinat në zor dhe shmangin problemet e kapsullëku dhe ndihmojnë në të keni një sistem më të mirë të tretjes dhe më të shëndetshëm. Ato janë një prej burimeve më të mira edhe të energjive. Vërtet që janë të ëmbla për shkak të përmbajtjes së sheqerit, megjithatë, sheqeri që ato përmbajnë nuk është se do të shkaktojë probleme në shëndetin tuaj nëse nuk e teproni. Për të nisur ditën mbar, shtoni në tërësi edhe hurma në tërshërën e mëngjesit ose në çdo zgjedhje që mund të bëni. Kështu përfitimet e saj që do të merrni janë fantastike, do ju bëjë të qëndroni më të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore. Në çdo kohë, ushqyerja me hurma arabie është e mirë për të rritur përfitimet e energjisë tuaja trupore. Gjithashtu ato janë një burim shumë i mirë edhe për rritjen e niveleve të energjisë së trupit. Duke i konsumuar me kujdes dhe në sasinë e duhur, do të keni nivelet më të mira të energjisë. Për shembull, furnizojnë trupin me nivele të mira të hekurit, minerali i duhur për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Hekuri ndihmon në qarkullimin më të mirë të gjakut si dhe parandalon zhvillimin e problemeve të anemisë. Gjithashtu ato janë të pasura me nivele shumë të mira siç është për shembull edhe kalciumi. Lëndë ushqyese kjo është shumë e rëndësishme për forcimin e dhëmbëve dhe kockave tuaja në tërësi. Ato përmbajnë nivele shumë të mira të magnezit, që është i domosdoshëm për funksionet tuaja të muskujve, gjithashtu edhe për funksionet e sistemit tuaj nervor. Konsumi i këtij fruti në mënyrë të kontrolluar në dietën tuaj do ju ofrojë nivele shumë të mira të këtyre mineraleve. Këto lëndë ushqyese tashmë janë shumë të rëndësishme për forcimin e kockave. Bakri, zinku, gjithashtu dhe magnezi, tre lëndët ushqyese që gjenden me shumicë të hurmat, do të luajnë një rol pozitiv në mbrojtjen e sistemit tuaj imunitar. Hurmat arabis janë të pasura gjithashtu me nivele shumë të mira të vitaminës A, e cila është shumë e rëndësishme për shëndetin tuaj të syve. Këto antioksidant kanë një rol kyç kur bëhet fjala për mbrojtjen e shëndetit të syve dhe parandalimin e degenerimit makular që lidhet kryesisht edhe me moshën tuaj të thyer. Hurmat arabis përmbajnë vitaminën K dhe gjithashtu lëndë ushqyese që nxisin forcimin e muskujve. Vitamina K është e mirë në parandalimin e prostatës, problemeve të mëlçisë dhe komplikacioneve të ndryshme të organizmit. Ky frut në shërbesat tuaja ditore mund të jetë një aleat i çmuar i shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Meqenëse e shtoni atë në dietën tuaj, nuk duhet ta teproni. 3 deri në 4 kokra çdo ditë janë mëse të mjaftueshme për të marrë këto përfitime që ne i përmendëm më herët. Në treg ka lloje të ndryshme të frutave të hurmave. Ato mund të arrijnë deri në 2000 lloje të ndryshme të hurmave. Ju përzgjidhni ato të cilat ju përshtaten më shumë me gjendjen tuaj dhe gjithashtu ju pëlqejnë më shumë në shije. Është e rëndësishme që përpara se t'i konsumoni hurmat, t'i shplani ato pasi mund të kenë edhe mbetje dhe plura të ndryshëm që mund t'i përfitojnë gjatë transportit. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht që hurmat duhet të jenë sa më të freskëta, nuk duhet të jenë shumë të thata dhe gjithashtu as shumë të qullta. Zgjidhni ato fruta të cilët ju duken më të mira në pamje dhe gjithashtu më të mira në shije. Kështu, përfitimet e tyre do të jenë konkrete dhe nuk do të shkaktojnë efekte anësore në dobi të organizmit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.